Rrëshqitet masive të dhëut në kodët çullirat e Durrësit kanë detyruar evakuimin urgjent të banorëve në një zonë të caktuar në orët e para të mëngjesit të datës 6 qershor. Dëmet të konsiderueshme janë shkaktuar në objekte të banimit, biznese dhe infrastrukturë. Pas kaq ditësh, edhe pse janë realizuar disa ndërhyrje dhe investime riabilituese, problemi nuk ka gjendur ende zgjidhje përfundimtare. Banorët e prekur kërkojnë mbështetje dhe ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, duke shprehur shqetësimin për sigurinë e tyre dhe të familjeve që jetojnë këtë zonë. Kjo ka vite që noll. Për këtë arsye edhe bashkia dhe qeveria zorrën fonde për ta vesh komplet faqen me rrjete, me forma tjera për ta mbrojtur mos nga rrëshqitja. Këtu ke shkolla, ke universiteti bën mur për ta mbrojtur nga rrëshqitja. Këtu ka pas problem historikisht. Dëmet e shkaktuara kanë rritur ndjeshëm edhe koston e jetesës banorëve me shërbimet që u duhen. Dëmi janë, unë nuk mund të llogaris kështu, ajo është afërsisht, po vetëm gaz që kemi, boti gazit, me gjithë gaz që kemi harxhu, boti ujit që vetëm boti ujit bëj 1500 euro. Edhe kondicionerët po aq, boti gazit po aq. Llogaritesh shumë sa shkon se ne po bëjmë në i vlerësim kështu të mirëfillt, dhe thjesht po i evidentojmë që janë këto dame. Pas rrëshqitjes së kodës në zonën e Çurrëve, kryebashkiakja e Durrësit Emiliana Sako deklaroi se ndërhyrje për stabilizim kërkon një projekt të detajuar dhe fonde që të kalojnë mundësitë financiare të bashkisë.